Përshëndetje për gjithë të nderuar teleshikues të News 24, do t'jemi së bashku me mua dhe kolegun Edvin Paruca në këtë edicion informativ. Jemi me Marcela Karapanço në studio, ndër të tjerë do të ndiqni. Arrestohet vrasësi i dyshuar i komisar Artan Cukut. Në pranga ka rënë 24 vjeçari Mikel Shallari, në kërkim edhe 2 persona të tjerë. Shallari njihet si person me precedent penal, ndërkohë që dyshohet se policia ka rënë në gjurmët e tij përmes bluzës që hodhi në një kosh mbeturinash pasi kreu vrasjen. Kryeministri Edi Rama ka sulmuar edhe PD-un gjatë takimeve elektorale. Nga Rogozhina ai u shpreh se kryetari i bashkisë së këtij qyteti vepron si aga. Sipas Ramës edhe PD-ju, si gjithë partitë e tjera, e kanë mendjen tek tepsia. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha zhvilloi takime me biznesin e vogël në Burrel, ku prezantoi edhe programin ekonomik të forcës që drejton. Në një nga bizneset e vogla gjeti edhe kryetarin e Partisë Socialiste të Burrelit, me të cilën shkëmbeu edhe batuta dhe fotot e rastit. Në kryetare e LSI-s Monika Kryemadhi thellon akuzat ndaj Partisë Socialiste dhe liderit të saj Edi Rama, teksa cilëson se rilindasit e sotëm shkatruan shtetin. Kryemadhi e konsideroi humbjen e kandidatit për kryetar bashkie në Lezhë gjatë zgjedhjeve të 2015-s si një pabesi të Partisë Socialiste dhe të kryeministrit Rama. Në Kosovë mbahen sot zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Në garë janë 5 koalicione, 19 parti politike dhe 2 iniciativa qytetare. Ndërkombëtarët bëjnë thirrje për një proces të rregullt dhe të ndershëm. Shqipëria luan sot kundër Izraelit me dëshirën për të marrë një fitore dhe për të rikthyer sadopak entuziazmin në skuadër pas një ecurie negative. Xhani Debiazi, edhe pse jo shumë optimist, shpreson shumë që t'ja arrijë këtij qëllimi, ndërsa në mënyrë të prerë theksoi se nuk e mendon rinovimin e kontratës me Shqipërinë. Ishin këto disa prej titujve kryesor, ju njohim më gjerësisht me lajmet. Arrestohet vrasësi i dyshuar i komisar Artan Cukut. Në pranga ka rënë 24 vjeçari Mikel Shallari. Në kërkim janë edhe 2 persona të tjerë. Shallari njihet si person me precedent penal, ndërkohë që dyshohet se policia në gjurmët e tij e ka çuar bluza që ai hodhi në një kosh mbeturinash menjëherë pasi kreu vrasjen. 62 ditë pas ekzekutimit mafios të komisarit të policisë Artan Cuku, policia arrestoi njeriun që shkrepi këmbëzën ndaj babait të 2 fëmijëve. Ai është Mikel Shallari, 24 vjeç nga Kuqova. I riu me banim në qytetin Studenti u ndalua me urdhër të prokurorisë për krime të rënda, si i dyshuar për krimin e rënd të ndodhur mbrëmjen e 8 prillit të këtij viti. Në momentin e prangosjes ai ishte duke udhëtuar me makinë bashkë me mikeshën e tij nga Lushnja dhe një person tjetër, dhe mësohet se nuk ka bërë rezistencë ndaj policisë. Pak orë pas arrestimit të 24 vjeçarit, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Haki Çako dha detaje për mediat. Ai u shpreh se për identifikimin e autorit të vrasjes së Artan Cukut është bashkëpunuar ngushtë me policitë e vendeve të Bashkimit Evropian. Por jasi i përgjigjet Haki Çako pyetjes nëse ka persona të tjerë të implikuar në krim. Ka dhe persona të tjerë të shpallur në kërkim, të cilët janë bashkëautor, rolit të cilëve do të përcaktohet gjatë hetimit me kalimin e kohës. Prokurori i krimeve të rënda Enrik Ligori tha se dora që ka tërhequr këmbëzën ndaj ish oficerit të policisë është ajo e Mikel Shallarit, por theksoi se është ende i paqartë motivi i krimit. Ne aktualisht dimë që dora që ka tërhequr këmbëzën është Mikel Shallari. Është njëkohësisht edhe ideatori e këtij krimi, këtë nuk mund ta themi dot. Megjithatë, për ne është shumë e rëndësishme që puna të vazhdojë më tej. Ne sot dimë me siguri ekzekutorin material të krimit. Ideatorin, ende nuk e dim. Mund të jetë Mikel Shallari, mund të jenë persona të tjerë. Për këtë gjë, ne kujtojmë në vazhdimsi. Është marrë pyetje. Janë ofruar të gjitha indicet dhe provat që ngarkojnë atë me përgjegjësi, të cilat duhet të themi që janë të sakta, janë të rëndësishme, të gjitha konvergjojnë drejt faktit që ai është ekzekutori material i krimit. Për këtë nuk ka dyshim. Ai është njohur me to. Ka një modifikim të qendrimit. Natyrisht nga ana jonë janë ofruar të gjitha lehtësitë që parashikon ligji në rast të bashkëpunimit me drejtësinë. Ende nuk kemi një përgjigje për këtë. Po si ra policia në gjurmët e Shallarit, autori i dyshuar i krimit u identifikua nga profili gjenetik dhe nga pamjet e kamerave të sigurisë.
Pas ekzekutimit të ish oficerit të policisë, autori u largua nga vendngjarja në këmbë, por diku 800 metra më tej, ai ndërroi rrobat që përdori në krim dhe i hodhi në një kosh plerash. Kjo pakujdesi e tij ndihmoi grupin e hetimit të bënte të mundur identifikimin dhe arrestimin e tij. Si të dyshuar për vrasjen e Cukut, ish drejtori i policisë së Vlorës u ekzekutua në hyrje të pallatit ku banonte, në rrugën e kosovarëve në kryeqytet. Flasim tani për zhvillimet elektorale. Në takimin elektoral me banorët e Rogozhinës, kreu i qeverisë Edi Rama ka sulmuar kryetarin e bashkisë së këtij qyteti, i cili vjen nga radhët e PD-s. Sipas kryesocialistit Beqir Nureddini, i ka bërë presion socialistëve të ndërrojnë parti nëse duan të kenë vëmendjen e bashkisë. Kryeministri Edi Rama vijon luftën e tij elektorale ndaj partive të vogla, pjesë e koalicionit qeverisës, por këtë radhë nga Rogozhina nuk u mor me LSI-n. Sulmi ishte i drejt për drejt me PD-n. Kritikën e kishte të ashpër me kryetarin e bashkisë së qytetit Beqir Nureddini. Ky kryetari i bashkisë këtu, i cili u bë kryetar bashkie me mbështetjen e socialistëve, i persekuton njerëzit tanë, i dhunon njerëzit tanë duke i kërkuar të ndrojnë parti nëse duan të kenë vëmendjen e bashkisë dhe është kthyer këtu një aga. Vjen ky derdimeni këtu, shtëpi në shtëpi, edhe ja u kushzon çdo shërbim me votën. Duke kërkuar votën e qytetarëve për një fitore të thellë të Partisë Socialiste në zgjedhjet e 25 qershorit, Rama ka premtuar se pas disa reformave të realizuara në mandatin e parë, betejë e Tiranës do të jetë reforma në administratën publike. Po ju them sot, nëse doni brenda 4 vjetësh që dyert e shërbimeve të shtetit të hapen për të gjithë ju, pavarësisht si e keni emrin, pavarësisht sa lek keni në xhep, pavarësisht se keni apo s'keni parti, keni vetëm një mundësi, Partinë Socialiste të Shqipërisë në 25 qershor. Kreu i qeverisë ka folur në Rogozhinë edhe për programin ekonomik të PS-s për 4 vitet e ardhshme. Programin e vetëm për të rritur ekonominë në mënyrë të qëndrueshme, duke ulur borxhin, duke e çuar rrogën minimale 300.000 lekë, duke rritur pensionet çdo vit në 4 vitet e ardhshme, duke hequr të gjitha ngarkesat e taksave mbi ata që punojnë tokën dhe duke financuar drejt për drejt për bujqësinë në 4 vite ardhshme $238 milion. Ndërkohë, më herët në Kavaj, kryeministri zhvilloi inspektime në Leshnicë dhe vizitoi xhaminë e qytetit. Takimin me liderin historik të SMAJ-tës Fatos Nano një natë më parë në Durrës e ka konfirmuar edhe kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama. Në një bashkëbisedim me operatorët turistik në Golem para ditën e së dielës, kryeministri tregoi se ishte dakord me atë çka Nano i kishte thënë se betejë politike aktuale nuk është çështje timoni, por destinacione. Optimist për fitoren e Partisë Socialiste në zgjedhjet e 25 qershorit, kreu i qeverisë Edi Rama i ka dhënë të drejtë ish timonierit të SMAJ-tës Fatos Nano për synimet që kjo forcë politike ka për Shqipërinë. Gjatë një mëngjesi pune me operatorët turistik në Golem këtë të diel, Rama u tregoi edhe për bisedën që kishte bërë me Nanon në darkën sekrete në vilën qeveritare në Durrës një natë më parë. Nga sa rrëfeu, u kuptua se Nano e kishte këshilluar kryesocialistin se betejë elektorale e partisë nuk është çështje timoni, por destinacioni. Shpresoj shumë që t'ja dalim në zgjedhje. Në fakt Fatosi e tha bukur mbrëm, nuk është punë timoni, është punë destinacioni. Ai është dhe shofer i sprovuar, kështu që i ka të gjithë ingredientët e nevojshëm të eksperiencës edhe të teknikës së dhënies makinës për të kuptuar që këtu s'është puna, s'është qëllim vetëm. Metafora e timonit është kthyer në kryefjalën e fushatës zgjedhore të Ramës. Në replikat në distancë mes PS dhe LSI në takimet elektorale, kryeministri u kërkon hapur qytetarëve ta votojnë për të marrë 71 mandate dhe për të qeverisur i vetëm, pa mbështetjen e partive të vogla në 4 vitet e ardhshme. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha zhvilloi takime me biznesin e vogël në Burrel, ku prezantoi edhe programin ekonomik të forcës që drejton. Në një nga bizneset e vogla gjeti edhe kryetarin e Partisë Socialiste të Burrelit, me të cilin shkëmbeu batuta dhe fotot e rastit.
Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha gjatë prezantimit të programit ekonomik në Dibër u ndal në Burrel ku takoi tregtar të biznesit të vogël. Pasi dëgjoi ankesat e tyre, Basha tha se plani i tij me ulje taksash do të nxjisë konsumin dhe do të rrisë prodhimin vendas. Ulje taksash, subvencione për fermerët, se këtu vjen edhe shumë fermerë. Rritje konsumit, që do thotë rritje kërkesës drejt, rritje prodhimit, rritje kreditimit dhe paratë e shtetit nuk do hidhen më për investime kot, për pajba. Do hidhen për investime që ndihmojnë ekonominë. Kryedemokrati gjatë takimeve me qytetarët shpjegoi projektin e tij për biznesin e vogël. Basha i shpjegoi gjithashtu pronarit të një dyqani të vogël se pulla që do të vër ai në xham që tregon se ka shlyer detyrimet, do të mbajë larg çdo tatimor a përfaqësues të shtetit që do të shkojë për të abuzuar e për të bërë presion. Farmacisti atje, ajo tregtari atje kur marrin frymë biznesi vogël dhe veçati biznesi produs, atëherë fillon të gjenerohet ekonomi. Kështu që qëllimi nuk do jetë taksat dhe terrori, qëllimi do të jetë punësimi. Pullën këtu, si kemrin? Agim pullën këtu, u gjet tatimor lokal apo qendror për te i pullës, do të thotë është vetëm për korrupsion. Nuk do ketë më tatimor rrugëve. Rrugëve duhen konsumator, duhen punëtor, duhen fermer, duhen tregtar, duhen sipërmarrës. Tatimorët gjithë në kazermë. Ndërkohë në një nga bizneset e vogla ku Basha shkoi të bisedonte, qelloi i pranishëm dhe kryetari i Partisë Socialiste të Burrelit. Në një rast të tillë, nuk munguan as batutat. 4-2 kam thënë. 4-2 për ne. 4-2 për ne. Për ne patë. Hajde këtu kryetari pas aspa. Kjo është. 4-2 për ne. Në kryetaria e LSI-s Monika Kuremadi ka thelluar akuzat ndaj Partisë Socialiste dhe liderit të saj Edi Rama, teksa cilëson se rilindasit e sotëm shkatruan shtetin. Kuremadi shkoi më tej kur humbjen e kandidatit për kryetar bashkie në Lezhë gjatë zgjedhjeve të 2015 se konsideroi si pabesi të Partisë Socialiste dhe kryeministrit. Në kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kuremadi nga një takim elektoral në Lezhë ka quar më tej akuzat ndaj Partisë Socialiste, teksa rilindasit e kësaj kohe, siç citoi ajo, e shkatruan shtetin, ndërsa shkoi edhe më tej, teksa duke nënkuptuar kryeministrin Rama, tha se si pasojë e pabesisë së 2015-s, humbi dhe kandidati për Bashkët për Bashkinë e Lezhës. Rilindat si të njëherë një kohë ishin burra shteti që krijuan shtetin, por ka rilindasit e shopson e shkatruar shtetin. Pabesia e 2015-s që bën ndaj kryetarit bashkisë të LSI-s, që kandidat që ishte i përbashkët në zgjedhjet e kaluara lokale, tregoi dhe një herë më mirë se kur një lider është i pabes ndaj kolegëve, ndaj shokëve, ndaj miqve, mos u çuditni se pabesinë e tij ndaj popullit vet nuk e ka asnjë gjë. Zonja Kuremadi ishte në Lezhë në takimin elektoral për prezantimin e kandidatit të LSI në këtë qark, listë e cila kryesohet nga ish kryebashkiaku Viktor Tusha. Kreu Republikan Fatmir Mediu në një takim me të rinjt në Vor prezantoi programin e Republikës së Re, kryesisht për rinin në fushën e arsimimit dhe punësimit. Në fjalën e tij, zoti Mediu u ndal gjithashtu edhe tek angazhimi që duhet të rinjt të kenë në projektet e tyre për të ardhmen, ëndra të cilat qeveria Rama u ka kufizuar duke favorizuar vetëm njerëzit e tarafave dhe klaneve që rrethojnë, është shprehur Mediu. Qeveria nuk është as politika, as parlamenti, qeveria janë qytetarët e saj. Ju jeni ata që zgjidhni, ju jeni ata që vendosni, dhe duhet mendoni mirë kur shkoni për të votuar. Këto janë momente jashtëzakonisht delikate. 2 drejtues qeverisë, 2 miq për pushtet, kanë pranuar krimin, korrupsionin, e kanë futur atë në politikë, kanë pranuar dhe kanë ndihmuar në trafikun e drogës, e kanë bërë pjesë shoqërisë për ta kriminalizuar dhe kontrolluar atë. Dhe këte kanë bërë në mënyrë të qëllimshme, në mënyrë të vazhdueshme, vetëm për një arsye, për të mbajtur pushtet. Dhe sot kërkon pushtet absolut. Kemi vendosur që të kemi taksat më të ulta. Taksën 9%, TVSH-n 15%. Dhe nëpërmjet kësaj politike, ne ndihmojmë mbi 1.2 milion shqiptar. Po gjithashtu ndihmojmë 160.000 biznese. Gjatë një takimi me banorë të Sarandës, Konispoli dhe Delvinës, kreu i PD-s Shpëtimi Drizi tha se në 4 vitet të ardhshme do detyrojë qeverinë të zgjidhë juridikisht çështjen Çame. Ai sulmoi sërish kandidatin Dashamir Tahiri në Vlorë, ndërsa u shpreh se forca politike që drejton do të marrë 7 deri në 10 deputet.
Në 4 vitet e ardhshme ne jo vetëm do flasim për çamërinë, por do detyrojmë qeverinë shqiptare që t'i hap rrugën e zgjidhjes përfundimtare çështjes së shqiptarëve të çamërisë. Kështu shpreh kreu i Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet Shpëtimi Drizi gjatë takimeve me qytetarët në Sarandë, Konispol dhe Delvin. Nuk do të jemi thjesht do të flasim për çamërinë, por ne do ta zgjidhim juridikisht, do të detyrojmë qeverinë shqiptare që t'i hap rrugë zgjidhje përfundimtare çështjes së shqiptarëve të çamërisë. E për këtë, ju do të keni djem dhe vajzat tuaj në Parlamentin e Shqipërisë. Ai sulmoi sërish kandidatin për deputet të Partisë Demokratike, Dashamir Tahiri në Vlorë, që siç u shpreh Drizi është vënë aty për të nxjerrë fitues Vangjel Dulen. Është fyrje për gjithë shqiptarët e çamërisë që ne të votojmë për Dash Grekun që dal Dule Çami e t'i hypi Kalapiç dhe të nxjerrim atë. Po ju them që ne në këto zgjedhje do të jemi me grup parlamentar nga 7 deri në 10 deputet. Kryetari PD-s u kërkoi qytetarëve të votojnë numrin 13, të votojnë Tahir Muedinin, dërsa ky i fundi tha se PD-ju është e vetmja rrugë që mund të realizojë amanetin e të parëve tanë, kthimi në vatanet tona. Zëvendës kryeministri Aledina Mandia ka reaguar pas shqetësimeve të paraqitura nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për komisionerët zgjedhor punonjës të administratës publike. Duke konsideruar një shqetësim të rrem, Mandia sqaron se ligji nuk e pengon administratën të angazhohet pranë KQZ-s në procesin e administrimit dhe numërimit të votave në zgjedhjet e 25 qershorit. Pas shqetësimit të ngritur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve një ditë më parë për pengesat që po u shkaktohen komisionerëve zgjedhor që punojnë në administrat nga ministra teknik, ka reaguar zëvendës kryeministre Aledina Mandia. Në një njoftim për mediat, numri 2 i qeverisë aktuale mohon që këta ministra të kenë urdhëruar mos angazhimin e punonjësve si komisioner pranë KZAZ-ve. Mandia sqaron se nuk ka asnjë pengesë për angazhimin e tyre si komisioner në nivele të ndryshme të administrimit në zgjedhje. Duke cituar vendimin e Këshillit të Ministrave të datës 1 qershor pas marrëveshjes Rama-Basha, zëvendës kryeministrja bën me dije se në pikën 5 përcaktohet qartë se punonjësi i administratës ka të drejtë të angazhohet si komisioner në KZAZ, KQV dhe në grupet e numrimit votave. Ndaj për këtë, Mandia ju bën thirrje të gjithë titullarëve të institucioneve dhe drejtuesve të administratës të mos bëjnë pengesë për punonjësit, të cilët janë të angazhuar si komisioner zgjedhor. Në rast të konstatimeve të tilla, punonjësit e administratës t'i drejtojnë zyrës së zëvendës kryeministrit dhe ministrave të linjës, thuhet në deklaratë. Shqetësimi i KQZ-s lidhej me punën e komisionerëve të KZAZ-ve, të qendrave të votimit dhe grupeve të numrimit të votave, që në total shkon në 37.000. Në Kosovë po mbajnë sot zgjedhje parakoshme parlamentare nga janë 5 koalicione, 19 parti politike dhe 2 iniciativa qytetare. Policia dhe organet e drejtësisë kanë paralajmëruar masa të rrepta ndaj atyre që përpiqen të pengojnë apo manipulojnë votën e qytetarëve. Kosova zhvillon sot zgjedhjet e parakoshme parlamentare, ku mbi 1.850.000 persona kanë të drejtë vote. Me votën e tyre ata do të vendosin se kush do ta qeverisë Kosovën në mandatin e ardhshëm. Në garë janë 5 koalicione, 19 parti politike dhe 2 iniciativa qytetare. Zgjedhjet po mbikëqyren nga mbi 29.000 vëzhgues nga partit politike, organizatat jo qeveritare, nga Bashkimi Evropian si edhe ambasadat e akredituara në Prishtinë. Policia dhe organet e drejtësisë kanë paralajmëruar masa të rrepta ndaj atyre që përpiqen të pengojnë apo manipulojnë me votën e qytetarëve. Qendrat e votimit janë hapur në orën 7 të mëngjesit dhe pritet të mbyllen në orën 19. Misioni OSBE-s në bashkëpunim me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ka shpërndar 200 pjesëtar të stafit në pjesën veriore të Kosovës, të banuar me shumicë serbe. Kryetaria e KQZ-s Valdete Daka ka thënë se ky staf ka rol këshillëdhënës. Daka ka qenë e para që ka hedhur votën. Me këtë rast ajo ka ftuar të gjithë qytetarët e Kosovës që të votojnë duke shfrytëzuar të drejtën e tyre. I ftoj të gjithë qytetarët e Kosovës me të drejtë vote të shfrytëzojnë këtë drejt, të votojnë, të rrisim imazhin e shtetit tonë, të silemi me dinjitet gjatë ditës së sotme. I ftoj të gjithë komisionerët e subjekteve politike që mos ta keqpërdorin pozitën e tyre, që të sillen sipas standardeve ndërkombëtare dhe të tregojnë botës se edhe ne jemi pjesë e demokracisë dhe se ne dimë të bëjmë zgjedhje atëherë kur duhet.
E teksa zhvillohen zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Kosovë, kanë hedhur votën edhe zyrtarët e lartë të shtetit dhe 3 kandidatët për kryeministër. Gjithashtu nuk ka munguar reagimi i ambasadorit amerikan në Kosovë, Greg Delawi, dhe ai përfaqësueses së Bashkimit Evropian në Prishtinë, Natalia Apostolova, të cilët kanë kërkuar zgjedhje të mira pa incidente, ndërkohë që i kanë bërë thirrje popullit të dalin në votime. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka hedhur votën e tij teksa Kosova po zhvillon zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Thaçi theksoi se këto janë zgjedhje jashtëzakonisht të rëndësishme për konsolidimin dhe forcimin e institucioneve të ardhshme të Kosovës. Besoj se janë zgjedhje jashtëzakonisht të rëndësishme për shtetin e Kosovës, për kultivimin e demokracisë, afirmimin e shtetit tonë, të konsolidimit dhe forcimit të institucioneve të ardhshme të Republikës së Kosovës. Prandaj ftoj gjithë qytetarët pa dallim partije politike apo etnie që të dalin masovikisht në zgjedhje të votojnë për të ardhmen e vet. Faleminderit. Kryeministri në largim Isa Mustafa tha pasi votoi se kjo ditë është shumë e rëndësishme, sepse sipas tij qytetari vendos fatin e të gjithë vendit. Të drejtën e tyre të votës e kanë shfrytzuar edhe 3 kandidatët për kryeministër. Kandidati nga koalicioni PDK AK Nisma Ramush Haradinaj, pasi votoi ka bërë thirrje qytetarëve të Kosovës që ta ushtrojnë të drejtën e tyre të votës. Vendimi i sotëm ka peshën e 4 viteve dhe qytetarët duhet të votojnë. Kandidati për kryeministër nga koalicioni LDK-AKR, Abdullah Hoti, teksa ka ftuar qytetarët që të votojnë, ka theksuar se nuk pret që këto zgjedhje të shkojnë mirë. Ftoi komisionerët, vëzhguesit, policinë, prokurorinë, KQZ-n që të kryejnë punën që ju takon, është shprehur Hoti. I nominuari për kryeministër nga lëvizja vetëvendosje, Albin Kurti, ka uruar qytetarët duke e quajtur këtë ditë festën e demokracisë, teksa ka shtuar se pret që pjesëmarrja e qytetarëve në zgjedhje të jetë masive. Sa kaq, ambasadori amerikan në Kosovë, Greg Delawi, ka vizituar qendrën e votimit në shkollën fillore Ismail Qemali në Prishtinë. Ai tha se Kosova mund t'i tregojë Ballkanit dhe botës se si do të duhej të mbyllej një proces zgjedhor. Kosova le të jetë shembull për zgjedhje të mira, pa incidente dhe të monitoruara mirë. Edhe përfaqësuesja e Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, ka vizituar disa qendra votimi. Shpresojmë që njerëzit të votojnë, është një përgjegjësi e madhe që kanë, sepse sot vendosin se kush do t'i udhëheqë. Ata që nuk patën mundësi ta vizitonin dje në inaugurim, zi kanë pritur mëngjesin e së dielës për ta parë nga afër sheshin e ri Skënderbej. Të impresionuar nga transformimi i sheshit nuk janë vetëm të rriturit, por edhe fëmijët. Quajtur simboli i gjithë shqiptarëve, sheshi Skënderbej ka pritur qindra vizitor kureshtar mëngjesin e së dielës. Qytetarët që patën rastin të shohin punimet e shumë përfolura në zemër të Tiranës, nuk i kanë kursyer fjalët vlerësuese për transformimin e sheshit. Ne në përboni për shtype gjithë kjo mrekulli e bukur që është, bukurie e rallë, lulet, hapësira, gjithandej shumë bukur. Se do ditë në këtë gjendje nuk e kemi prit as unë dhe as shumë njerëz. Domethënë kjo është një habi për popullin shqiptar që ka bërë. Po e vizitojmë, po na pëlqen shumë. Gjithçka më pëlqen. Është bërë një punë jashtëzakonisht e madhe. Tu është vërtet krenaria jo vetëm e Tiranës, por edhe gjithë Shqipërisë. Ky ishte i nevojshëm dhe i domosdoshëm. Është qetësi shpirtërore, gjejnë veten të gjithë na pak. Më pëlqen shumë puna që kanë bërë. Projekti që ata kanë bërë me ujë, që të freskohet her pas here dhe kështu. Për herë të parë vime erdhëm Kastilit ta zgjojmë. Edhe pllakat e gurit që nga gjithë Shqipëria është një detaj i veçantë. Makinat skalojnë lishëm. Hapësirës prej 28.000 metra shkatror i gëzohen më shumë fëmijët, me bicikleta, patina apo thjesht duke piketuar vendet e preferuara për të luajtur. Ata shfaqen entuziast dhe menjëherë të thonë se këtu do të luajnë gjatë derës. Nuk ka makina që nuk e respektoj semaforësh, nuk ka zhavoh makina dhe gura dhe eci me kollaj dhe pa frikë. Vish të luash ti gjatë verës këtu? Pa, me patin, o kënaqem shumë këtu. Më duket sheshi shumë i bukur, i mrekullueshëm. Në sheshi? Më pëlqeu të ujë, qelage. Pas diteve, për shembull, do vini këtu për të luajtur çdo ditë. Rreth e përqark, me bicikleta.
Sheshi Ri Skënderbej është inspektuar imtësisht jo vetëm nga qytetarët e Tiranës, por edhe nga vizitorë nga qytetet të tjera. Shumë prej vizitorëve kanë preferuar ta sodisin sheshin ulur në stola brenda kurorës së Gjelbër, edhe parkimin në toksor ka tërhequr vëmendje. Është shumë impresionuese, gjithçka e qetë e bukur. Jashtëzakonisht e bukur. Ishte gjë më e bukur që kishte bërë Erionvelia. Si parkingun si këto. Bravo e madhe. Bravo shumë e madhe për Erionvelin. Sheshi Skënderbej është në fakt një risi për vendin tonë edhe nga këndvështrimi ekologjik, duke shfrytëzuar kështu ujin e shiut në sistemin e vaditjeve dhe shatërvanëve. Për të bërë të mundur këtë, poshtë sheshit janë ndërtuar rreth 2100 metra kub rezervuar për ujin. Ky ujë filtrohet për të freskuar qytetarët, madje edhe mund të pihet. Mbetemi sërish tek sheshi kur është hapur edhe sot parkingu nën toksor publik tek sheshi sapo ndërtuar Skënderbej me mbi 300 vende për automjetet. Velia i ftoi qytetarët të shfrytëzojnë parkingun, i cili ofron çmime të lira dhe siguri. Përveç se një qendër pedonale, sheshi Skënderbej ka edhe parkingu nën toksor me mbi 300 vende. Kryebashkiaku Veliaj ka inspektuar ambientet e parkimit nën toksor që nga mëngjesi së dielës është hapur për drejtuesit e automjeteve. Veliaj ftoi qytetarët që të shfrytëzojnë parkingun, i cili ofron jo vetëm çmimet më të lira, por njëkohësisht standarde dhe siguri. Politika e parkingut është një politikë e cila për parkim te kali i Skënderbejut për më shumë se sa një orë është më i lirë se sa parkimi në rrugë. Ndaj bëj thirrje gjithë qytetarëve, nëse kanë më shumë se sa një orë punë, ju bie më lirë të parkojnë në barkun e sheshit Skënderbej në parkimin nën toksor. Le të mos harrojmë që njerëzit gjithmonë kanë paguar parkimin. Thjesht nuk ja kanë paguar bashkisë, por ja kanë paguar atij që me një ark, me një kaçile, me një kanistër i zinte vendin e parkimit dhe nën kërcënimin, se do t'i gërvishte makinën gjithsesi i merrte ato para. Është më mirë ato para të shkojnë për bashkinë. Sa ka që janë marrmasat që sheshi të ketë të gjitha kushtet edhe për plotësimin e nevojave bazike, prioriteti është dhënë edhe personave me aftësi të kufizuara. Sot ka një ashensor për personat që janë me aftësi të kufizuar, për që mund të aksesojnë parkingun. Sot ka tualetet, gjitha me sensor, si larja e duarve, si tharja, dhe i kërkoj gjithë që t'i shfrytëzojnë për gjithë nevojat higjienike që kanë. Është hera e parë që ne kemi bashkuar në një projekt edhe këtë nevojë që qytetarët e kanë kërkuar që të jetë prezente në qendër Tiranës. Për herë të parë në vend, në parkingun nën toksor është vendosur një sistem i posaçëm për karikimin e automjeteve, që funksionojnë me energji elektrike. Parkim nën toksor, ku do të jetë falas parkimi deri në 4 makina elektrike. Ky është karburanti i të ardhmes dhe është më mirë që ne të fillojmë të përgatitemi që sot. Kryebashkiaku ftoi të gjithë qytetarët që të marrin pjesë sot në mbrëmje në koncertin rock. Sot do të ndryshojmë, ne do të kemi një koncert rock me 3 mosetierët, me Elton Deden, me Aleksandr Gjokën, me Redon Makashin. Kush e ndjen veten rocker dhe do ta shikoj sheshin Skënderbej rock, sot është mbrëmja. Kështu që ju presim gjithë në darkë në orën 8 mbrëmjes. Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt, shkojmë live me kryeministrin Rama. Apo qofshim partner të koalicionit tonë në këta 44 muaj. Për mua, kjo është një luftë jo vetëm shumë parimore dhe domosdoshme, po jetike për Shqipërinë që duam. Shqipëria që duam me shtet, punë, miqënie, nuk bëhet dot pa një administratë shtetërore dinjitoze, e cila garanton kushtetshmërinë e ligjshmërinë, të drejtat dhe detyrimet e njerëzve, konkurrencën e barazinë në trajtimin e qytetarëve pa asnjë dallim. Shteti që na duhet për të arritur ekonominë dhe punësimin si asnjëherë më parë, duhet ketë 2 porta të hapura për qytetarët e barabartë të Republikës së Shqipërisë. Portën e drejtësisë dhe portën e shërbimeve për publikun. 2 porta deri më sot të përplasura rëndom në fytyrën e njerëzve zakonshëm prej 20 e kusur vitesh. Portën e drejtësisë po e hapim dhe do ta hapim deri në fund në 4 vitet e ardhshme, duke e pastruar pallatin e drejtësisë nga gjykatësit dhe prokurorët e korruptuar. Portën e shërbimeve në zyrat e shtetit mund të hapim në 25 qershor
me shtysën e fuqishme të një vote popullore për Partinë Socialiste të Shqipërisë. Nuk u kërkoj demokratëve të bëhen socialistë, nuk kërkoj atyre që kanë bindje të djatha apo të ndryshme të ndryshojnë bindjet e tyre. Ju kërkoj thjesht, më ndihmoni, të më jepni të gjithë fuqinë e shpresës e të nevojës suaj për të mos u nëpërkëmbur më në zyrat e shtetit. Të na jepni mandatin për ta shkallmuar derën e hipotekës, patentave, licencave, certifikatave, dokumentave, në emrin e çdo njërit prej jush. Na jepni besimin tuaj që në 4 vjet t'ju rikthejmë dinjitetin e shkelur me këmbë në pragun e çdo zyre shteti. Ne nuk kemi luftë me asnjë parti tjetër, po jemi në një luftë me sistemin e partive që e kanë kthyer shtetin në një tepsi të pushtetit. Ne nuk duam më shumë pushtet për vete. Dhe sinqerisht mua s'po intereson fare pushteti si qëllim personal, po vetëm si mjet për të arritur qëllimin e madh që ta bëjmë Shqipërinë shtet, të denjë për çdo shqiptar. Shtet që nuk të respekton varësi të mbiemrit që ke. Shtet që nuk të shërben varësi të parave që jep në dorë. Shtet që nuk ka fytyrë në një parti në një zyrë, të një tjetër në një zyrë tjetër, apo një tjetër akoma tek zyra diku tutje. Sa prej jush kanë paguar në dorë për të marrë patentën e makinës, apo thjesht për të kolauduar çdo vit makinën? Nëse doni të vazhdoni të paguani dhe gjithnjë më shumë, jepjani votën partive që duan pushtetin për t'ju vjedhur sa herë shfaqeni në derën e zyrave që ato pushtojnë, pas zgjedhje me votat tuaja. Nëse doni që t'i jepni fund këtij zullumi që trashet prej 27 vjetësh, ju ka ardhur në dorë mundësia ta bëni këtë me votën tuaj, duke i sikterisur nga pushteti. Partitë që votën ju marrin me përbetimet për t'ju shërbyer dhe me një vot më shumë pushtojnë një zyrë më shumë. Po çfarë? Për t'ju rrëmbyer. Doni të vazhdoni ta hapni me lek për partitë, derën e shërbimeve që shteti ka për detyrë ta mbajë hapur për secilin e secilën prej jush, apo doni t'i nxjerrim jashtë së bashku nga zyrat tregtarët partijak të shërbimeve për publikun? Nëse doni të vazhdoni kështu, vazhdoni, votoni partitë që vetëm kështu din të jetojnë e të mbijetojnë, duke e ushqyer e rritur mbi kurrizin tuaj. Nëse doni të hiqni qafet e sysh, agallarët dhe yzmeqarët e partive që mbledhin lek, duke ju marrë shpirtin për një hipotekë, më autorizoni ta udhëheq betejën me ta, agjenci me agjenci, inspektorat me inspektorat, zyrë më zyrë, na jepni mandatin ta bëjmë dhe ta fitojmë këtë betejë. Unë besoj sot më shumë se 4 vjet më parë te Shqipëria. Kam sot një bindje më të fortë se 4 vjet më parë që ky vend bëhet nëse bëhemi bashkë për qëllimet e mëdha. Ju kërkoj sot ndihmë të gjithë pa dallim bindjesh politike që të bëjmë për këtë vend atë që na kanë lënë amanet, rilindasit, dëshmorët, adhedashësit, të gjithë njerëzit që e deshën këtë vend. Atë që na kërkon interesi ynë kombëtar, interesi i përbashkët i gjithë atyre që sot janë ende fëmijë, e për cilët kemi detyrë të mendojmë kur hedhim votën. Kemi bërë shumë në këta 44 muaj, po sa shumë më shumë mbetet për të bërë. Dhe besomni, mund të ta bëjmë së bashku nëse ndahemi me vendimin tuaj sovran nga partitë që flasin gjithë ditën për ju dhe punojnë gjithë natën, vetëm për vete. Unë kam ndarë mendjen për të ftuar deri ditën e fundit të detyrë për Shqipërinë që frymëzuesit e mi, rilindasit tanë, donin për ne dhe që ne duam për fëmijët tanë. Po ju, a do të ndani mendjen që ta bëjmë të luftë deri në fund me kokëfortësi shqiptarçe dhe me ambicie europiane, duke u bashkuar 25 qershor për flamurin kuqezit Ismail Qemalit. Mendojeni një herë me veten tuaj, çfarë do t'ju këshillonte Ismail Qemali nëse do ta pyesnit për këtë votoj në 25 qershor? Kemi shumë për të humbur, po i ndam votat si ushqim për gjelat e politikës shqiptare e për kotecet e tyre. Kanë shumë për të humbur mësuesit, nëse nuk bëhen bashkë për dinjitetin që meritojmë dhe arsimin që duam. Kanë shumë për të humbur punonjësit e policisë, nëse nuk bëhen bashkë për të mos i lejuar partitë e rrënimit shumë vjeçar të policisë shtetit që të rishpërndajnë mes tyre uniformat e drejtorëve, shefave, komisarëve, duke i prishur themelet e hedhura me aq shumë mund në këto 44 muaj për policinë që duam. Kanë shumë për të humbur punonjësit e përkushtuar të këtij shteti në çdo sektor. Nëse nuk bëhen bashkë
për të vazhduar në rrugën ku jemi nisur. Dhe nga ku duan të na zbrapsin, sot më shumë se kur partitë e tepësisë pushtetit, sepse sot më shumë se kur vendoset e ardhmja. Ka shumë për të humbur edhe pensionistët, edhe sipërmarrësit. Nëse nuk bëhen bashkë për të rritur si asnjëherë më parë ekonominë, duke luftuar me të njëjtin pasion, kurajë dhe vendosmëri që luftuam e fituam për vetimin. E gjithë këta, bashkësi, bashkë me votë. 25 qershori nuk është një garë elektorale e radhës mes partive politike, po një udhkryq në rrugën e flamurit tonë kombëtar. A do ta ngrem atë më lart, së bashku, dhe ta çojmë më në fund në oborrin e Evropës Bashkuar, apo ta lëmë në hijen e flamujve të partive që duan me do e mos të hyjnë në oborrin e pushtetit për të vazhduar të ushqehen, të rriten, të forcohen, duke mbajtur duart në tepsinë e pushtetit. Unë nuk e kërkoj timonin e qeverisjes pa tjerë mprerë për të luajtur shoferash në kurrizin tuaj, po për të rritur shpejtësinë e reformave, të ekonomisë, të punësimit dhe integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe lejomni sot t'ua them sinqerisht, fare troç. Nuk kam më asnjë motiv të rri në karrigën e kryeministrit si deri më sot, duke pranuar që administrata e shtetit të vazhdoj të rri peng i partive. Duke pranuar që për të marrë votat për një reformë për të bërë shtet, të pranojmë shantazhet dhe listat e kërkesat e partive të koalicionit për të lëshuar drejtorinë në këmbin votës dhe deri dhe vende pastruesesh në institucione për votën për një reformë. Duke pranuar dorëzimin përballë këtij kanceri të cifilitës në trupin e shtetit që duhet operuar rrënjësisht sot për të vazhduar ngritjen në këmbë të shtetit shqiptar. Për mua është më e qartë se kurrë. Shqipëria kërkon një vendim historik në 25 qershor dhe nga ai vendim nuk do varet kush do qeverisë në 4 vitet e ardhshme, po si do jetë ky vend kur fëmijët tanë të dalin në rrugën e jetës. Nëse marrim vendimin e dur, do të bëjmë, besomni, në 4 vitet e ardhshme, 4 fishin e atyre që bëm në këta 44 muaj. Dhe ju garantoj që pas 4 vitesh administrata e shtetit do të kthehet nga halli juaj i madh sa herë niseni për tek një zyrë në shërbëtorin më të madh tuaj, të zhvillimit ekonomik dhe social, të punësimit dhe të mirëqenies kombëtare dhe familjare të shqiptarëve. Këtë e vendos vota. Dhe japse vota e çdo njërit prej jush vlen sa Shqipëria që duam. Votojeni pa ngurrim numrin 2 këtë herë, sepse kjo nuk është një herë si gjitha tjerët. Po kësaj here vota vendos nëse do të bëjmë shumë herë më shumë në 4 vitet që vijnë, apo nëse do të humbasim shumë herë më tepër se sa mund të duket sot një pjesë të madhe të së ardhmes son. Është momenti për të parë larg dhe për të shkuar sa më larg. Bëheni vëllezër e motra dhe ju siguroj nuk do të pendoheni asnjëherë.